Nëse do të kemi 60 ditë shtesë, marrë parasysh këto takimet pa rezultat, edhe një qendrim tuaj për vendimin e Komisionit të Rajoneve të BE-s për me heqë fusnotën për Kosovë. Më falni se nuk e... Komiteti i Rajoneve të BE-s ka hequr fusnotën për AKK-n komunat e Kosovës për arsye. Po duket që si vjet pranvera po vije më herët dhe siç u tha atë botë që fusnota do të shkrihet si një fjollë bore, ndoshta është gabuar viti dhe qeveria, por kjo po ndodh. Natyrisht që kemi ende trashëgimi të keqe nga ajo kohë dhe nuk do të duhej të entuziazmoheshim tepër. Unë po e ritheksoj që pengesat, problemet, sfidat, vështirësitë kryesore që i kam pasur gjatë negociatave në Bruksel vinë pikërisht prej trashëgimisë së mbrapsht që na e kanë lënë qeveritë pararendëse. Ne po punojmë me krejt çfarë dime mundemi, me shumë zell, por edhe durim që ato të eliminohen dhe unë besoj që në Bruksel është atmosfera pozitive që Kosova të bëj hapa përpara. E dy hapat më të rëndësishëm në vijim janë pyetësori prej Komisionit Evropian dhe statusi i vendit kandidat. Tash është presidenca e Çipros në Bashkimin Evropian, prej një korriku të fillon presidenca e Irlandës dhe këto ditë ne kemi ambasadorin e Irlandës që mbulon Kosovën nga Budapesti në vendin tonë. A mendon që ambasadorët po ndikojnë në gjykatën kushtetuese? Sa pa gjatë gjenden një konsensus, marrë parasysh që takimet që i kemi pas s'kan sjellë ndonjë rezultat. Gjasa për konsenzus përcaktohet vetëm nga të tjerët për shkak se gatishmëria jonë për konsenzus është e plotë. Faleminderit shumë.